anëtarëve të luftës, duke theksuar se edhe pas përfundimit të angazhimit të tij diplomatik, ai vazhdoi të kërkonte informacion qeverisë amerikane për ndonjë dëshmi që do ta lidhte ata me krime lufte, por nuk dëgjoi kurrë ndonjë akuzë të tillë. Ai pohoi gjithashtu se forcat serbe kanë tentuar që t'i fshehin mizoritë e tyre në Kosovë, duke u përpjekur t'i atribuojnë përgjegjësinë UÇK-s në mënyrë që të mos lënë gjurmë që mund të përdoret pastaj nga gjykata penale ndërkombëtare për ish Jugosllavin. Rubin gjithashtu komentoi edhe pretendimet e homologut të tij amerikan Christopher Hill, duke i cilësuar ato si të pavërteta. Madje ai e konsideroi Hillin të anshëm dhe kundër UÇK-s, duke shtuar se kjo qasje ishte pjesë e përpjekjeve të vazhdueshme për të dëmtuar integritetin e tij personal, por dhe për të njollosur figurën e sekretares Albright. Dëshmitë e ish-zyrtarit amerikan do të vazhdojnë edhe ditën e martë para dhomave të specializuara në fazën vendimtare për ecurinë e procesit gjyqësor ndaj Hashim Thaçit dhe ish anëtarëve të shtabit përgjithshëm. Në kapacitetin e një prej figurave kryesore të diplomacisë amerikane gjatë luftës në Kosovë, dëshmitë e tij mund të jenë element përcaktues për të vërtetën dhe pastërtinë e luftës çlirimtare të Kosovës. Zoti Kozi, çfarë duket se po ndodh historia në Hag? Do doja një opinion tuaj, një këndvështrim, si e lexoni ato që po ndodh atje? Ajo çfarë është duke ndodhur dje dhe sot në Hag, pra paraqitja e zotit Rubin, në bindjen time është spektakël politik në kuptimin më pozitiv të mundshëm. Zoti Rubin, njeri që njeh Kosovën si ndoshta askush tjetër, sepse nga viti 90 ka qëndruar pa ndërprerë në Kosovë, demaskoi dje dhe sot në tërësi prokurorinë dhe gjitha akuzat ndaj krerëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, duke i quajtur sajesa të ruso-serbe. Kjo ishte një. E dyta, akuzoi prokurorinë se mban 5 vite liderët e UÇK-s pa justifikim, pa arsyetim, pa shpjegim të mjaftueshëm, dhe marrë në tërësi, unë mendoj që atë që është duke e bërë Rubin dje dhe sot nuk është vetëm çështje e qëndrimit të tij personal, gjithsesi që është i tij personal, sepse është shumë i familiarizuar me Kosovën, por është qëndrim i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në mbrojtje të luftës çlirimtare të Kosovës, një. E dyta, në mbrojtje të pavarësisë së Kosovës, 2. Dhe e treta, demaskim i propagandës dhe gjithë gënjeshtrave që janë ndërtuar ndër vite, filluar nga Këshilli i Evropës, kaluar në Rusi dhe Serbi. Është leksion politik për një pjesë të botës që ngriti këtë ngrehurinë pa asnjë bazë, pa asnjë argument të qëndrueshëm, dhe unë them që ne këto 2 ditë, 3 ditë, ne jemi dëshmitar të historisë në cilën një ish zyrtar i lartë amerikan, por në fakt të Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse në sallat e Hagës, në gjykat janë 2 zyrtare të Shteteve të Bashkuara, dhe është sinjal i qartë që atë që është duke bërë Rubin nuk është vetëm qëndrim i tij personal, por është qëndrim i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Unë personalisht nuk jam i befasuar me këtë qëndrim të jashtëzakonshëm të zotit Rubin dhe të Shteteve të Bashkuara, sepse ky është qëndrimi i vërtet i Washingtonit nga viti 90 në raport me Kosovën. Kanë qenë ndërtuesit e shtetësisë, pavarësisë së Kosovës, gardianët e mbrojtjes së saj, dhe ajo çfarë është duke bërë Rubin nuk është vetëm mbrojtje në favorin e zotit Thaçi, Krasniqi dhe 2 të tjerëve, por është mbrojtje e një lufte të drejtë çlirimtare të një populli në Evropë dhe mbrojtje e pavarësisë së Kosovës në këta kufinje, me kufinet e tashëm dhe pa gjasa për ta dëmtuar në fazat e mëtejme përmes një procesi që është krejt e qartë, është krejtësisht politik dhe i montuar. Arjan, si e lexove
Pak a shumë apo si po e lexon ato që po ndodh në Hag, zoti Kozi e quajti edhe proces historik ato që po ndodh atje, do doja të dija çfarë mendon se e para si e lexon, e dyta çfarë po prodhon kjo narrativ cilën po na serviret nga Haga. Shikon, nëse jam krejt dakord me atë që tha zoti Koci, pra nëse Haga është një proces anti-historik, ajo që po ndodh në Hag në fakt është rikonfirmimi i historisë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë qenë në krah të shqiptarëve dhe pavarësisht se kanë kaluar kaq shumë vite dhe pavarësisht se kemi përfaqësues politik të administratave krejt ndryshme që në debatin e brendshëm politik Shtetet e Bashkuara të Amerikës mund të jenë edhe krejt të ndarë, aty në Hag piktakohen në favor të të njëjtës kauzë që është mbrojtja e pastërtisë së luftës UÇK-s dhe pafajësia e atyre njerëzve që e drejtuan atë luftë dhe pa diskutim fuqia e një lufte që është bërë nga një popull i robëruar dhe me gjak dhe me sakrificat të mëdha ka fituar lirinë. Çdo mekanizëm që ndërtoi gjykatën speciale, qoftë edhe me naivitetin apo me gabimin trashanik që bën vetë ata që e miratuan me detyrim apo pa detyrim gjykatën speciale, të paktën tani në këto momente ka mundësi që të ribëj llogarit me një qëndrim të qartë të Shtetit Bashkuar të Amerikës në favor të shqiptarëve të Kosovës që konfirmohet dhe rikonfirmohet dhe nga administrata Trump. Zoti Rubin ka qenë zëdhënsi i presidentit Clinton, është bashkëshorti i Kristina Amanpour, e cila është një nga gazetaret kult të CNN-it, apo jo? Dhe jo vetëm aq, por është një nga njerëzit që kanë ndikim shumë të fortë në shumë qarqe politike dhe diplomatike në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe fakti që ai flet për llogarit jo vetëm të ish administratës, por përmende se departamenti i shtetit i mbështet qëndrimet e tij dhe janë të rakorduara, është një lajm shumë i mirë për të gjithë ne. Klejt, mesazhet kryesore si e lexove këtë që po ndodh? Po, në mendimin tim, dëshmia që u dha në Hag është një dëshmi e cila justifikon paktën nga ana e zotit Rubin qëndrimet e administratës amerikane, është dhe në një farë mënyrë mbështet gjithë politikën që nga ndjek Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po jo në kuptimin e justifikimit thjesht të luftës, po në kuptimin e justifikimit të një veprimi i cili është ndërmarrës së kohë që ka sjell efekte, të cilat janë pozitive, nuk janë sot negative. Pra në një farë mënyrë tregon që ajo politikë e Shtetit Bashkuar të Amerikës, e cila aso kohë pati shumë kundërshti, qoftë edhe nga faktor të rëndësishëm evropian, sot ka prodhuar diçka që është shteti i Kosovës, i cili është prodhuar edhe duke u nisur nga bazat e një lufte apo një mbështetje e cila shpëtoi me të paktën 1 milion e ca njerëz nga mos jo nga zhdukja, nga dëbimi. Pra, ajo çka thot zoti Rubin është që lufta që u bë ose ndërhyrja e amerikanë në Kosovë në ndihmë apo në asistencë të UÇK-s, në një farë mënyre parandaloi ato që mund të ishte qenë në vazhdimi i holokaustit që po ndodhte, nofta jo holokaustit, po e pastrimit etnik që po ndodhte në Jugosllavi dhe në një farë mënyre lau edhe borxhin që europianët apo edhe fuqitë perëndimore kishin ndaj asaj që kishte ndodhur në Bosnjë më përpara. Paktën evitoi një krim po ashtu sa i Bosnjës. Në anën tjetër është një dëshmi e cila është shumë interesante ta konsiderosh si një mbrojtje që mund t'i bëhet zyrtarëve të UÇK-s, por me probleme shumë të madh që ka gjykata speciale në Hag. Me problemin e një gjykate e cila lind nga bazat e gabuara, u mbështet me shumë lehtësi nga shumë faktorë shqiptar, me idenë që
nuk asnjë nuk e kishte idenë se çfarë do prodhonte, po mënyra se si u ngrit gjykata nuk do të prodhonte përveç se një fajësi për personat cilët do të ishin subjekti i gjykatës. Pra në mendimin tim, të gjithë personat që sot janë subjekti i gjykatës, fatkeqësisht e them këtë, ndofta mund t'i nënshtrohen një dënimi i cili është i padrejtë, por që në kryet herës. Pra është një gjykatë e cila ka lind me një mision special, dhe kush e vuri këtë në dukje, që ka qenë lëvizje vetëvendosje, e ka vënë këtë në dukje që në kryet herës, dhe unë kam frikën e madhe që ndofta misioni i gjykatës do të ishte jo për të vënë drejtësi, por për të dënuar personat cilët janë arrestuar. Dhe ky është problemi më i madh që ne sot me cilin sot shfaqet. Pra ne ishim gjykatë ka pat një vullnet politik në ndërtimin e kësaj gjykate. Ka pat një vullnet politik për ndërtimin e kësaj gjykate, e cila dashje pa dashje, personat që do të ishin subjekt e kësaj gjykate, duke qenë se janë vetëm shqiptarët, nuk janë edhe nuk është se ka serb që gjykohen, dashje pa dashje do të ishte dënimi i këtyre personave, do prodhonte këtë gjë. Dhe dëmi më i madh që mund i bëhet në të gjithë këtë situatë, daç UÇK-s, luftës edhe të tjerë, do të mund të ishte kjo që mund të ishte dënimi i këtyre personave. Po në anën tjetër imagjinoni se këta persona dalin gjithë pafajshëm, funksioni i gjykatës do të ishte nul. Për çfarë u bë gjykata? Të pastronte diçka që është e pastër? Po mos jemi te rruga le themi anulimit të funksionit të kësaj gjykate, po gjithsesi, zoti Kozi, pse ky ndryshim kursi, cilat janë prapaskenat e këtij ndryshimi kursi në raport me luftën e UÇK-s? Tani, mu nuk shoh ndrym kursi për faktin që kemi të bëjmë me zotin Rubin dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Gjithnjë përderisa jemi të ngufolur për ta, nuk ka ndryshim kursi. Ndoshta ne nganjëherë nga dioptria jonë mund na duket që ka devijim të pozicionit të Shteteve të Bashkuara në raport me Kosovën, por unë nuk e shoh atë, e shoh më shumë si betejë elektorale të brendshme në Kosovë dhe Shqipëri, po jo devijim të çastis amerikane. Prandaj e shoh qëndrimin e zotit Rubin, e shoh si vazhdimsi të mbështetjes së fuqishme të Shteteve të Bashkuara për Kosovën nga viti 90. Ajo është e pandërprerë, nuk ka pasur devijim nga ky qëndrim dhe kjo vetëm vazhdimësia e asaj politike ta zëm të vitit 1992, kur Shtetet e Bashkuara bën publike politikën e vijës së kuqe, ishte sinjal për Serbinë që nëse sulmojnë Kosovën, do të goditen ushtarakisht dhe këtë premtim Shtetet e Bashkuara mbajtën, por është interesant një gjë tjetër. Këtë vijë të kuqe Shtetet e Bashkuara kur nuk e kanë vënë as për Bosnjën dhe as për Kroacinë. Atë e bërën vetëm në rastin e Kosovës. Prandaj, duke filluar nga ajo kohë dhe deri më tani ne kemi një kontinuitet, është diçka tjetër që konjunkturat politike në Prishtinë, por edhe në Tiranë, shpesh bëjnë lojë për interesat veta elektorale, pushtetore dhe opinioni pastaj i krijohet nga një qëndrim tjetër në raportin të Shtetit të Bashkuara me shqiptarët. Edhe kjo gjykat duket sikur bën lojë që në momentin që Thaçi në atë kohë po nisej për të firmosur një marrëveshje në Washington, të njëjtën ditë arreston. Është gati botërisht e ditur që kemi pasur të bëjmë me ndërhyrje të disa vendeve evropiane. Tani nuk dua t'i apostrofoj cilat, vendet më të fuqishme evropiane, duke përjashtu Britaninë e Madhe, ato do të kanë insistuar, do të thotë që ajo të bëhet dhe Thaçi të dërgohet në Hagë, për faktin që në atë kohë aktualisht ideja e këmbimit të territoreve që unë mendoj se ka qenë e gabuar. Ka qenë e gabuar dhe mendoj se ajo ka shkaktuar pastaj tërmet në Kosovë, të tërmet të vërtet politik, sepse ka qenë dhe mbetet në bindjen time spaku në këtë fazë. Në këtë fazë është ideja kuqur. Dhe unë mendoj se ka qenë formën ndëshkimit ndaj atyre që
që kanë klasuar, që e kanë quar për para, por kjo nuk arsyeton qëndrimin e gjykatës speciale, prokurorisë speciale ndaj zotit Thaçi dhe të tjerëve, një qëndrim shumë i pashpjegueshëm, 5 vite mbahen pa asnjë justifikim. Është fjala për, siç e tha sot Rubin, kemi të bëjmë me zotin Thaçi, i cili vetë ka kriju këtë gjykatë. Është vetë dorëzu, është e pashpjegueshme pse mbahen 5 vite, pse mbahen atje 5 vite para fillimit të gjykimit. Dhe kjo tregon që kemi të bëjmë me një proces politik në cilin kanë futur dur shumë të tjerë. Kisha për të thënë jo vetëm anti-kosovar, por edhe anti-amerikan. Tani duhet ta shpjegoj një gjë, shpesh shtrohet pyetja pse zoti Thaçi e ka shtyr këtë themelimin e kësaj gjykate. Duhet ju përkujtoj që zoti Thaçi dhe udhëheqja e atëhershme e Kosovës ka qenë ballavaçuar me ultimatum. Ose do bëhej gjykata speciale nën kontrollin e Bashkimit Evropian, ose nëse jo, ajo pastaj do të kalonte si ingerencë e Këshillit të Kombeve të Bashkuara, Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, ku do të ndërlikoheshin Kina dhe Rusia, që do të ishte një rrethan shumë e pafavorshme. Unë mendoj se ndërmjet këtyre dy javëve zoti Thaçi nuk ka gabuar, ka zgjedhur një të keqe më të vogël dhe e ka kursyer Kosovën, do të thotë. Ka vënë veten në rrezik, ai ka qenë i vetëdijshëm që mund të përfundojë në Hag, këtu nuk ka asnjë dilemë, por ai ka marrë mbi vete këtë rrezik dhe me këtë i ka bërë shërbim të madh Kosovës, sepse me këtë akt unë pres që ata të lirohen pas vitit të ri, pres në janar dhe shkurt të lirohen, shumë shpejt atje do të paraqiten dëshmitar tjerë shumë të fuqishëm, siç është zoti Clark, Wesley Clark, shefi NATO-s, do të paraqitet zoti Walker dhe shumë të tjerë, dhe unë besoj që kjo gjykatë ka marrë fund, pres që të gjithë të akuzuarit të lirohen në muajin janar ose shkurt të vitit ardhshëm. Pse zoti Koci, pse ka qenë apo pse ka kaq pesh, le të themi, dëshmia e zotit Rubin apo dhe dëshmia e më pastaj me që ju thoni e zotit Clark e tjerë? Pse janë kaq rëndësishme dhe si do ta ndryshonin këto rrjedhën e historisë në Hag? Jo që janë të rëndësishme, janë historike, sepse aktori kryesor i zhvillimeve në Kosovë nga vitin 90 deri në vitin 99 kanë qenë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ata kanë qenë të pranishëm jo vetëm politikisht, kanë qenë të pranishëm me diplomaci, me shërbime sekrete. Prandaj, nëse Shtetet e Bashkuara kanë këtë qëndrim të zotit Rubin, i cili është kryesisht i qartë, i pastër si loti, çdo dyshim në pastërtinë e luftës së ushtrisë lirimtare të Kosovës shkrihet, merr fund. Në instancë fundit, nuk ka kur farancia se çfarë mendon Moska, Beogradi ose qendra tjera, nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë këtë qëndrim në raport me ushtrinë lirimtare të Kosovës, me luftën e ushtrisë lirimtare të Kosovës. Kjo sinjalizon një mbështetje shumë të madhe për Kosovën në periudhën e ardhshme. Kjo tregon që mbështetja e Shteteve të Bashkuara nuk është e përkohshme, është mbështetje shumë afatgjatë. Ata do të mbeten këtu shumë gjatë, për mos thënë gjithmonë, sepse me këtë paraqitje të zotit Rubin, gjitha dilemat për pastërtinë e luftës, gjitha dilemat për motivet janë shkrirë, kanë marrë fund. Dakord, me razim, do bëj një kështu, le të themi, një përmbledhje të asaj që thatë, dhe pastaj kam një pyetje që lidhet me faktin që ju më parë thatë që kanë qenë disa shtete europiane cilët ju nuk doni t'i apostrofonit në këtë histori, që e kanë ndikuar në atë kohë në arrestimin e zotit Thaçi. Pse mendoni se nuk do ta bëjnë sërish këto shtete europiane në një kohë që dihet, le të themi tashmë, ajo ndarja e madhe midis Shteteve të Bashkuara të Amerikës edhe Europës ka një qasje krejt tjetër në raport me gjitha, në raport me Ukrainën, raport me Gazën, janë absolutisht të ndarë përsa i përket një formule zgjidhje. Pse mendoni se kësaj radhe këto shtete europiane që ndikuan atë kohë të mos e bëjnë sërish?
Tani, një për faktin që nuk kanë dëshmi. Nuk kanë dëshmi. Kjo është shqyqoni, ajo ka qenë luft, nëse dikush pretendon që në luft të ketë dëme, viktima si në një farmaci, është i gabuar. Ajo ka qenë luft, mund të ketë pasur dhe ka pasur me siguri viktima të pafajshme.